Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 5. Data 5 shënon shumë gjëra, na jep shumë informacione për sa i përket çështjeve që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhen me ndryshime dhe ndryshime shumë të mëdha. Pse? Kemi dhe një ndikim shumë të mirë për datën 5, edhe pse është e vështirë si ditë, është shumë e lodhshme, sepse kemi të bëjmë me një hënë të plot të ditës në mëngjes të ditës së premte në boshtin Binjak shqiptar që formohet një super hënë e plot e fundit të vitit, e cila sjell në plan të parë komunikimin, kontaktet, informacionet dhe udhëtimet. Është koha për të ndarë idetë tona, për të dëgjuar me kujdes ato që të tjerët kanë për të thënë, për të lëvizur më shumë dhe për të organizuar në çështjet e punës, për të organizuar gjërat që kemi të përbashkëta ose diçka të re që mund të niset në vazhdimsi. Por duhet të jemi më të kujdesshëm në lidhje me nervozizmin, stresin, tensionin e shkaktuar nga mbi ngarkesa e trurit ton me informacione dhe kontakte të padobishme. Meqenëse është një hënë e plot më afër tokës, ka të ngjarë të ndjejmë energjinë e saj më intensivisht. Ndikon në 10% e dytë të binjakëve virgjëresha, shigjetari, peshqi, ose ata që janë ascendente ose planete në këto shenja. Por gjithsesi, kjo ditë është një ditë që vërtet na jep mundësinë ose na dikton shumë gjëra, por do të pasur shumë kujdes sepse mund të nxitojmë dhe mund të mos përfitojmë ato që presim. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, të jemi të vëmendshëm në ato që neve duam të bëjmë dhe ta bëjmë mirë. Para se të fillojmë parashikimin e 2 mëshemeve zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, ja ku e keni atje, taka ajo faqe aty mund zgjidhni gjithë çka juve dëshironi dhe duke zgjedhur një nga paketat që shikoni aty dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it, por duhet të shkoni te sekretaria që të abonoheni atje dhe më pas flasim për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën dhe lidhemi bashkë në WhatsApp dhe në Viber. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live, drejt për së drejti me juve, edhe doni të dërgoni mesazh dhe të shikoni se si funksionon. Atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe duke shikuar, duke ndjekur hapat, një pas njëshme, shkoni dhe pastaj dërgoni, kur e bëni subscribe, dërgoni pastaj mesazhin se jeni gati për të marrë përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju që është dashit, nuk e keni merakun se a do filloni një punë ose çfarë do bëni. Se për punë nuk ka merakun në juve, sepse keni kohën më të mirë të mundshme dhe si ditë e premte, dashit humbase po s'ka shanse. Dashi ka çik problem me gjëra të tjera, po me punë herë nuk ja del njeri, sepse ka fuqinë, ka zotësinë, ka dhe rëndësinë që i jepet në anën e vet. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që bëjnë, lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë, mënyra dhe mundësia, koha që i referoheni për anën ekonomike financiare, për bizneset dhe karrierën. Kjo do thotë është diçka shumë pozitive, madje tani në këtë periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të marrë vendime të rëndësishme në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me luante dhe diçit parë është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Demi duket se ka një takim tani në këtë periudhë, ka një takim shumë të rëndësishëm dhe ky takim do të thotë që duhet kujdes në lidhje me anën e financave dhe të biznesit. Por gjithsesi, kjo periudhë është një periudhë kalimtare, nuk është diçka që mund të themi se çfarë mund të bëhet ose si mund të vinë gjërat, por megjithatë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë solide për punën, për karrierën dhe ndryshimet të mëdha që vijnë. Megjithatë, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket ekonomisë, për sa i përket asaj çka juve bëni dhe gjërat që do të diktojnë, do të ndikojnë në ardhmen e afërt është favorite. Në çështje shpirtërore me peshore është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve.
Me binjakët keni mundësinë, keni dhe çështje të rëndësishme që mund t'i zgjidhni gjërat në mënyrën më të zgjuar, sepse keni një shans shumë të mirë juve të kësaj shenje dhe kjo do thotë një po të bëjmë një bilanc, jeni në shansin tuaj më të mirë të mundshëm, jeni në kohën, jeni koherent me atë çka ndodh, me atë çka rregullohet ose keni pasur një mundësi të mirë në ekonomi dhe në stabilizime. Stabilizime sidomos, sepse kjo periudhë duket se ka mjaft për të dhënë dhe shumë për të thënë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime. Në momentin e duhur i zgjidhni gjërat siç juve dëshironi, sepse është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment i juaj, sepse çdo gjë varet nga juve dhe çdo gjë e keni në dorë juve tani për tani, sepse kjo periudhë me sa tregon është koha dhe mënyra e stabilizimit të jetës suaj, të periudhës suaj dhe duke pasur parasysh shumë gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në anën tuaj dhe në mundësi të arta që do t'ju jepen tani e tutje. Prandaj mos më shqetësoni fare për lidhjet ose gjërat që do të keni pasur më përpara për anën ekonomike financiare. Një nga mundësitë që do të keni tani e tutje është ekonomia, stabilizimi, ndryshimi, mundësitë që ka të bëjnë tani dhe jo vetëm kaq, por bëheni gati për një takim shumë të rëndësishëm të veçantë që do të keni, sepse kjo periudhë është e juaja dhe momenti më i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë dhe me bricatë e diçit tetë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për sa i përket gaforreve, çfarë ndodh me gaforret? Për gaforret duket se ka një mundësi, një moment mjaft i mirë që rezulton në ekonomi, rezulton në gjëra të mëdha financiare, por edhe momenti i duhur për të pasur stabilizimin ekonomik, për të pasur punën, për të pasur karrierën, për të pasur ndryshimet të mëdha që do vinë tani e tutje, është një moment mjaft i mirë superior për ekonominë dhe gjërat e tjera. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore dhe momenti i duhur për këtë anës financave, duket se juve të shenjës së gaforreve keni një mundësi shumë të mirë me një takim që do bëni mbasdite, do të xhirni, do dilni faqe bardhë, sepse e drejta juaj triumfon. E drejta juaj është ajo çka juve jeni, çka juve keni, dhe kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por ka vend vetëm për të gëzuar në këto gjëra. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Luanit. Për luanët, me kësë luanët tani për tani duket se kanë zgjidhur një çështje madhore ekonomike financiare, një çështje shumë të rëndësishme pune dhe stabilizimi. Me qenë se në lidhje me stabilizimin e punës dhe lidhje me karrierën, karriera është ajo që vërtet ndihmon në çështjet tuaja, por një mundësi e artë që keni tani e tutje, një mundësi shumë të mirë financiare në lidhje me biznesin, kjo lidhet shumë në biznes dhe në lidhje me karrierën. Me karrierën sidomos është një moment shumë i mirë tani dhe kjo është periudha ku juve i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike që keni pasur më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhjet që keni pasur me peshkët e diçit parë dhe me akrepët e diçit të tretë është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjëreshës. Për Virgjëreshën, megjithëse Virgjëreshat nga njëra anë mundohen shumë të bëjnë diçka të madhe, por nuk e arrin qëllimit për mundësinë që kanë pas, nuk e kanë arritur. Por kjo periudhë është mjaft e mirë sepse duket se kanë disa gjëra që do të ndikohet dhe mundësi të mira që do të kenë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime dhe çështje të tjera që duket se koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me vendime që merrni, në lidhje me çështjet madhore që keni. Por në lidhje me partneritete, mundoni që të jeni sa më të qartë, mundoni që të jeni sa më të drejtë për së drejti në lidhje me ekonominë ose me gjërat të tjera që do të ndikojnë ose do të diktojnë në fusha të ndryshme të punës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me bricap duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët, meqense peshorët tani për tani nuk kanë një ndikim të mirë, sepse peshorja gjithmonë ka ndikime të mëdha dhe në lidhje me anën ekonomike, sepse peshorët gjithmonë ndryshojnë dhe vendosin në anën tuaj. Dhe
në lidhje me një mundësi të art që ka të bëjnë me çështjet e biznesit, është periudha dhe koha më ideale e që ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me udhëtime të largëta, do të thotë me gafore të 10 vjeçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akripi. Për akrepët duket se nëse do flasim për shembull në lidhje me punën, në lidhje me takimet e papritura, se kjo ndodh gjithmonë, takimet e papritura, është një mundësi shumë e mirë tani për të bërë një zgjidhje shumë të rëndësishme financiare, dhe kjo duket se akrepët gjithmonë e kanë këtë, një blerje që mund të bëjnë akrepët, është mundësia e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem dhe gafore duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani është një mundësi që do keni kohë në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me punën, por nuk ka vend për të shqetësuar në këtë periudhë, sepse është periudha më e mirë e mundshme për të nisur lidhje me punën, për sa i përket anës së karrierës, por mos u nxitoni në marrje vendimesh të rëndësishme, sepse nuk është në mirën tuaj, por është një diçka që më vonë mund të mërziteni për arsyeën tuaj, për arsye të punës ose gjërave të tjera, por mënyra dhe mundësia është mjaft e mirë për juve të shesë shqiptarëve, se shqiptarët gjithmonë kanë janë një hap para pa ato çka duhet të bëjnë, dhe kjo është mundësia më e mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me gafore duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët duket se kjo periudhë është një periudhë që kërkon kohë në një farë mënyre, por në anën tjetër disa gjëra janë mjaft të rëndësishme, por edhe koha që tregon në lidhje me ndikime dhe mundësi që juve keni, megjithatë ka një kuptim mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që është problematike. Por unë do thoshe që juve keni mundësi, sepse bricapët dinë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë, por nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në anën e tyre. Në çështjet që kanë të bëjnë me një takim të rëndësishëm, është me peshore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët, në fakt, kjo periudhë ka qenë pak a shumë e mirë, nuk themi se është një diçka e keqe, por duket se tani tutje gjërat do jenë pak më mirë për juve dhe shumë të ndikuara pozitivisht në anën ekonomike dhe në financa. Në çështje shpirtërore, lidhjet me dem është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, janë peshqit. Për peshqit shikojnë që është diçka shumë pozitive në lidhje me takimet dhe vendimet që mund merren në anën e tuaj, por gjithsesi koha ka treguar për sa përket në lidhje me anën e biznesit ose në lidhje me karrierën, është çështja më e mirë e mundshme. Por megjithatë ka të bëjnë me anën e punës suaj, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime që mund të keni tani tutje, por koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të diçit parë dhe gaforët të diçit tjetër, është kohë ideale dhe perfekte për ju. Dhe kësaj shenje, këto ishin pak a shumë për sa përket miqtë e mi, për sa përket ditës së sotme të datës 5 dhjetor të 2025. Pas se të ndajmë bashkë, dhe unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar që ku do ndodhen Shqipëria për diasporë jeni në kërkimin e parashkrimit detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Dhe më pas mund të shkoni dhe të shikoni, flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni që të dërgoni mesazh, atë merrni drejt për së drejti përgjigjen. Kemi këtë butonin këtu. Duke ndjekur hapat gradualisht të shikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në një rregull, juroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.